Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Unë quhem Mira dhe jam 48 vjeçe. Për shumë vite kam qenë një grua që besoja shumë tek familja, tek besimi dhe tek ideja që shtëpia është vendi më i sigurt për njeriu. Mendoja se kur një familje ndërtohet me mund, respekt dhe sakrificë, ajo bëhet më e fortë dhe e pathyeshme. Por jeta më mësoi se ndonjëherë plagët më të mëdha vijnë pikërisht nga njerëzit që i ke futur vetë brenda shtëpisë dhe brenda zemrës tënde. Unë dhe burri im jemi martuar kur unë isha 23 vjeçe. Ai ishte një burr serioz, punëtor dhe i qetë. Nuk ishte nga ata burra që flasin shumë apo që bëjnë gjeste romantike çdo ditë, por ishte i qëndrueshëm dhe kaq mua më mjaftonte. Filluam jetën tonë nga zero. Në fillim jetonim në një apartament të vogël me qera. Mbaj mend vitet e para kur çdo gjë ishte e vështirë. Punonim shumë, kursenim për çdo gjë dhe përpiqeshim të ndërtonim një jetë më të mirë për familjen. Me kalimin e viteve arritëm të blinim shtëpinë tonë. Rritëm fëmijët dhe krijuam një rutinë që për mua ishte e sigurt dhe e qetë. Pas më shumë se 20 vitesh martesë, mendova se i njiha plotësisht burrin tim dhe se asgjë nuk do të mund ta trondiste familjen tonë. Por një telefonat nga motra ime ndryshoi gjithçka. Një pastite ajo më telefonoi shumë e shqetësuar. Vajza e saj, pra mbesa ime, po kalonte një periudhë shumë të vështirë në shtëpinë e tyre. Kishte grindje të shpeshta dhe ajo nuk ndihej mirë atje. Mund të qëndroj për një kohë me ju? Më pyeti motra. As nuk e mendova 2 herë. Për mua ajo vajzë ishte si pjesë e familjes time. E kisha parë të rritej që e vogël dhe gjithmonë e kisha dashur shumë. Sigurisht I thash, shtëpia ime është shtëpia e saj. Kur erdhi tek ne ishte 22 vjeçe, një vajzë shumë e bukur, e re dhe plot energji, por në atë moment dukej pak e humbur. Dukej sikur kishte nevojë për qetësi dhe mbështetje. Unë u përpoqja ta trajtoja si vajzën time. I përgatisja ushqimin që I pëlqente. Flisnim shpesh për jetën, për planet që kishte dhe për gjërat që e shqetësonin. Burri im në fillim nuk kishte shumë lidhje me këto gjëra. Ai ishte gjithmonë I rezervuar me të rinjt. Por me kalimin e kohës fillova të vërej se ata po flisnin gjithnjë e më shpesh. Në fillim nuk më bëri fare përshtypje. Në fund të fundit jetonim në të njëjtën shtëpi dhe ishte normale që ata të komunikonin. Ndonjëherë I gjeja duke biseduar në kuzhinë. Ndonjëherë qeshnim për ndonjë gjë që kishim parë në telefon. Mendova se ishte një marrëdhënie shumë normale mes një burri më të madh dhe një vajze të re të familjes. Por pas disa muajsh fillova të ndjej një ndjesi të çuditshme. Nuk ishte diçka konkrete që mund ta shpjegoja, por kishte momente kur mënyra si flisnin ose si shikonin njëri tjetrin më bëri të ndihesha në siklet. E largova menjëherë atë mendim. Është mbesa jote, I thosha vetes, mos mendoj gjëra të tilla. Por kishte edhe disa detaje të tjera që më bënin të dyshoja shumë. Ajo filloi të kalonte shumë kohë në sallon kur ai ishte aty. Ndonjëherë dukej sikur përpiqej të ishte gjithmonë pranë tij. Një natë u zgjova për të pirë ujë. Kur kalova nga kuzhina, pash tri të ndezur dhe dëgjova zëra. Kur hyra brenda, ata u ndalën menjëherë nga biseda dhe më panë sikur ishin kapur në befasi. Po flasim pak, tha ai. Unë buzëqesha dhe nuk thash asgjë, por brenda meje diçka filloi të më shqetësonte. Ditët kalonin dhe ajo ndjesi nuk më largohej. Por gjithsesi nuk doja të besoja se mund të kishte diçka të gabuar. Mendja ime refuzonte ta pranonte një diçka të tillë. Derisa erdhi ajo ditë që ndryshoi çdo gjë. U ktheva nga puna më herët se zakonisht. Nuk I kisha njoftuar sepse mendova t'i bëja një surprizë familjes dhe të përgatisja darkën më herët. Kur hyra në shtëpi, gjithçka dukej shumë e qetë.
por kur kalova pranë kuzhinës, dëgjova përsëri zëra. Hapa derën dhe I pash. Ndjeva sikur koha u ndal. Nuk ishte nevojë për shumë shpjegime. Shprehet në fytyrat e tyre treguan gjithçka. Ata u kthyen nga unë të hutuar dhe të zverdhur. Në atë moment nuk bërtita dhe nuk bëra sken. Ishte sikur trupi im nuk reagonte. Qëndrova disa sekonda në heshtje dhe I pash të dy. Pastaj dola nga shtëpia pa thënë asnjë fjalë. Eca për një kohë shumë të gjatë atë ditë. Nuk mbaj mend as rrugët që mora. Mendja ime ishte e mbushur me një përzierje emocionesh, tronditje, zemërim, dhimbje dhe një ndjenjë të thellë tradhtie. Kur u ktheva në shtëpi, më vonë atë mbrëmje, e dija që gjithçka kishte ndryshuar. Biseda që patëm atë natë ishte ndër më të vështirat e jetës time. Ata pranuan se gjithçka kishte filluar pak më parë. Mu duk sikur të gjitha kujtimet e viteve të fundit u shkatruan në një moment të vetëm. Besimi që kisha tek familja ime u thye. Sot kanë kaluar disa vite nga ajo histori. Jeta ime nuk është më e njëjtë dhe ndoshta nuk do të jetë kurrë si më parë. Por ajo që kam mësuar është një e vërtetë e hidhur. Ndonjëherë njerëzit që ti I beson më shumë janë pikërisht ata që mund të lëndojnë më thellë. Dhe kur një tradhti ndodh brenda familjes, plagët nuk janë vetëm në zemër. Ato mbeten në kujtimet e çdo dite që ke jetuar me ta.